Mirëmëngjesi shpirtra të dritës. Sot dua t'ju inkurajoj ta nisni ditën me dëshirën për të lullzuar, për të ndriçuar. Mos mendoni se koha ka kaluar. Mos mendoni se ëndrat tuaja nuk mund t'i realizoni. Sepse do thoni, ka kalu koha, nuk vlen më. Por, unë po ju them, Zoti nuk haron asnjë shpirt. Asnjë shpirt që ka dëshirë të rritet, sepse ai e di që brenda teje ka diçka që ende pret të ndriçoj. Një forcë që nuk e ke shfrytzuar ende. Një dritë që mezi pret të shpërthej nga aty brenda. Nuk ka rëndësi sa herë je lënduar, apo sa herë ti e ke nisur nga e para, apo sa rrugë ti ke humbur. Çdo ditë që ne zgjohemi është një mundësi e re për të rilindur. Asnjëherë mos i krahaso rrugët e tua me të tjerët. Sepse ti ke ritmin tënd, ti ke kohën tënde, ke momentin tënd të lullëzimit. Dhe kur ai moment të vi, atëherë do ta kuptosh që çdo dhimbje, çdo vonesë, çdo pengesë e kishte një kuptim. Sepse ti je gjithmonë në kohë për të lullëzuar. Unë sot ju uroj të keni një ditë të mbarë dhe plot energji. Mirupafshim në videot e tjera.